zhvillimeve? Unë mendoj që politikisht Kosova në arenën ndërkombëtare kur ma kesh nuk ka qenë, por Kosova është e pavarur, ka institucionet e veta, kudo që ne jemi i vetmi vend që keme embargo prej Shteteve të Evropës, prej Bashkimit Evropian, prej Amerikës, prej aliatëve, prej meshve që na ndihmuan në shtirimin e Kosovës, mendoj që Kosova duhet dhe të bashkuar dhe të ecë në hapa drejt Bashkimit Evropian, ashtu siç kem qenë të bashkuar në vitet 90-ta, po edhe gjatë luftës shërimtare të udhëhequr nga komandanti Adem Jashari, po atëherë edhe nga fryma e kësaj familje deri në shtirimin e Kosovës. Po, dhe Zot Ibrahima, kemi pasur procesin zgjedhor të Nënshkurtit, dua të kalojmë tani tek çështjet politike, ato që kanë më shumë të ndikim dhe çështjet më të përfolura në vend kohët e fundit. Përfundoi procesi zgjedhor i Nënshkurtit, jo si parti, si e pritet rezultatet? Nuk ka qenë rezultati i pritshëm, po